Po hape kapitullin e përgjimeve, unë do të kaloj shumë përgjimet, në qoftë se është e vërtet ajo që ka ndodhur me antarën e gjykatës kushtetuese, për mua është një situatë skandaloze, duke filluar që nga Presidenti i Republikës, nga Parlamenti, nga gjykata kushtetuese, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe nga gjithë populli do të vijë në alarm. Kur gjykata kushtetuese, nëse është e vërtetë e përsëris disa herë, vihet në përgjim, imagjinoni se si jemi ne të tjerë. Faleminderit. Nëse gjykata kushtetuese ka për duke kryer krim. Kushtetuese kush duhet i vë në përgjim? Si? Nëse antarët e gjykatës kushtetuese. Pikërisht ky është defekti. Pikërisht ky është defekti se ja pra ky është defekti i legjislacionit që ky institucion nuk ka kontroll. Ky institucion ka kontroll nga gjykata që këta kanë të drejtën për të filluar procesin penal ndaj tyre. Faleminderit. Faj spakut në këtë rast, se ja parashikon ligji. Jo, ligji nuk e parashikon që të përgjoj këtë dorë.